Në prag të takimit me Armenin, në kampin e kombëtarës Kuqezi ka qenë mysafir presidenti i Republikës Bujar Nishani, i cili është takuar me futbollistët dhe stafin Kuqezi, si dhe me drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit. Gjatë bisedës me ta, kreu i shtetit vlerësoi kontributin që kombëtarja ka dhënë, veçanërisht në drejtimin e trajnerit Giovanni De Biasi. Në radhë parë për t'ju sjell në emrin e institucionit që përfaqësoj, të institucionit të presidentit të Republikës, edhe zyrtarisht, por shumë sinqerisht, falënderime dhe mirënjohje të veçanta për gjithë impaktin e madh që keni sjell në ambientin e përgjithshëm të shoqërisë shqiptare dhe të shqiptarëve, duke rindezur disa ndjenja dhe perceptime dhe gëzime që në fakt njerëzit i kanë të nevojshme. Në fakt, një nga qëllimet e takimit të presidentit Nishani me kombëtaren ishte dhënia e nënshtetësisë shqiptare për trajnerin italian të kuqezimve. Nga ana e tij, De Biasi ka shprehur mirënjohjen e tij për dhënien e pasaportës shqiptare, duke cilësuar këtë si një vlerësim të punës së tij me kombëtaren Kuqezi. Pas takimit me presidentin e Republikës, trajneri De Biasi dhe kapiteni Lorik Cana dolën një konferencë për shtyp, ku e kam vlerësuar Armenin si një kundërshtar të vështirë. Ne nuk hymë në fushën e lojës për të marrë një barazim, po për të fituar, dhe për këtë qëllim e përgatisim ndeshjen me këtë synim në mendje, i përgatisim lojtarët psikologjikisht me këtë ide dhe futemi në fushë vetëm për të fituar. Nuk e shoh Armenin si trenin e fundit për ne në këto eliminatore, pasi ka edhe 15 pikë të tjera në lojë, për më tepër në një grup që ka dëshmuar se është mjaft i hapur. Fjalëve të trajnerit Kuqezi u ka bërjehon edhe kapiteni Cana. Nuk besoj që është i fundit, sepse ekipi jonë, për mendimin tim, është e aftë, shkon të fiton dhe në Danimarkë, shkon të fiton dhe në Armeni, por kemi kundërshtar që mund vinë në Tiranë dhe të fitojnë. Kështu që nuk besoj që është i fundit, por absolutisht një ndër më të rëndësishme të edicionit është. Trajneri Armenis Bernard Shalond e ka vlerësuar kombëtaren Kuqezi dhe punën e bërë nga trajneri De Biasi. I kam parë të gjitha ndeshjet e Shqipërisë. Në miqësore me Italinë isha i pranishëm dhe në stadium, por kam parë dhe shumë video në YouTube. Shqipëria ka shumë lojtarë që luajnë në Zvicër, njoh mirë Canën, Gashin dhe Xhakën. De Biasi ka ndërtuar një skuadër të mirë, ku forca e ekipit është grupi i bashkuar, por nuk do të firmosja për barazim, pasi në pozitat që jemi na duhet fitoria. Më pas, skuadra e Armenis ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore në stadiumin Elbasan Arena, ku do të luhet edhe takimi i së dielës. Në prag të ndeshjes Shqipëri-Armeni që do të luhet të dielën duke nisur nga ora 18:00 në Elbasan Arena dhe do të sillet për sportdashësit, drejt për së drejti nga rrjeti i radio-televizionit shqiptar, qyteti i Elbasanit po vishet gradualisht Kuqezi. Nëpër rrugë po shtohen gjithnjë e më tepër shitësit ambulant që tregtojnë simbolet e kombëtares, ndërsa edhe vetë stadiumi tashmë është gati për të pritur ndeshjen. Punimet për pistën e tartanit kanë përfunduar në pjesën më të madhe të tyre duke bërë stadiumin të përshtatshëm për lojë.